i poshtër, idiot, që është dushquje këtë? Asë që i ledzoj, asë që më interesojnë ata janë fundrina janë, pushka top ju boft, paspore si e për ta, para së njonin për i tyne, shqiptarët që punojnë për shërbime edhe tutbës, edhe të bijës, edhe dreqet malkun, si është e mundur një shqiptar, si është e mundur që të shkruaj, po të halë dhe publikisht, dhe në për studio televizive, dhe në kuvendin e Kosovës, edhe kudo dhe të dëshirojnë dënimin maksimal për Hashim Thaçin, për ish presidentin e Kosovës, për çlirimtarin, për njërin që ka udhëhequr proceset më të rëndësishme të këtë vend, për Kadri Veselin, për Recep Selimin, për Basin Jakob, për gjithë që i kemi atje. Ata nuk janë si politikanë, janë njerëz që kanë dhënë krejtë që është e mundur për shërimin e këtij vendi. Dhe, më falë, dhe cili është reagimi shtetëror? Cili shumë, ju keni dhezë vetë policinë, cili është dashme së qenë, se këtu atakohet vetëm një vlerë, vlera kryesore që shembulli konkret, për te ndasimi politike. I poshtër, idiot, që është dushquje këtë? Për shembull reagimin që kam bë, i sociologët e Kosovës në raport me deklarimin në Parlamentin e Kosovës së deputetit Geci në raport me Hashim Thaçin. E keni po kryetarin e grupit parlamentar që e ka dhënë një lloj distancimi dhe kur e pyetni kryeministrin e vendit, zotin Albin Kurti, gazetarët që e pyesin dhe asnjë fjalë thotë ka dhënë reagimin zonja si quhet ajo shefja e grupit parlamentar. Cili është ky shembulli? Nagaci, Arbia Nagaci. Me gjithë respektin, kërkoj falje, se s'më kujtuar në momentin, po. Mirë po, është dashur që kryeministri i vendit në mënyrën më energjike, në mënyrën më strikte, ta dënoj. Ta dënoj për shkak se ka qenë një gjuhë përçarëse, ka qenë një gjuhë të cilën nuk do dëshiroja ta dëgjoja askund. Po, zoti Çalaj. Tjetra. Organizimi komenteve, ndikimi, interferimi, mungesa e marrjeve konkrete, përveç... Po, mos reagimi se këtu mundet edhe PR, nesra atakohet edhe shteti, nesra atakohet edhe njerëz. Edhe në këtë emisionin që e kemi ne, veç shkojnë, asë që i lexoj, asë që më interesojnë ata janë fundrina janë, pushka top ju boft, paspore si e për ta, para së njonin për i tyne, për mos të harrojnë që të etikëtosh çlirimtarët. Ushtarin ma thjeshtu që kësë, e deri të dëshmorit tonë, është gjëna edhe ndaj Zotit, është gjëna edhe gjëna më të madh nuk ka. Po ata njerëz nuk kanë as ndjesi, ata nuk s'ekzistojnë besim njerëz, nuk janë njerëz fare. Në rregull, na jemi në shpirt. Na mund të kemi dallime, mendime, opinione të ndryshme politike për çështje të caktuara fidan. Edhe nuk banë u pajtu kur për arsimin, për shëndetësim. Kjo është edhe pse ne kemi përfaqësues për partitë politike ndryshme në Parlamentin e Kosovës edhe institucione. Po zguzojna bre me pas mendime ndryshme as për gjakun e dëshmorëve, as për veteranë që kanë lënë gjymtyr, as për veteranët e luftës, as për njerëz tonë që janë të mbrojtë, janë të bërë luftën e fundit